Vatra në Long Island, për gjuhën shqipe, komunitetin dhe kombin. Vatra Long Island bati mbledhjen e radhës ku vendos festimi 1 vjetorit themelimit të degës me 26 tetor 2025, vizita në selinë qendrore të Federatës Vatra në Bronx me anëtarët e degës e fëmijët të shkollës shqipe Gjerfishta, mbështetja maksimale e veprimtarisë së Vatrës së gazetës Dielli dhe përgatitje dinjitoze për festën e flamurit kombëtar në 28 nëntor. Kryetari Paulin Marku hapi mbështetjen duke falendëruar pranishmit për pjesëmarrjen dhe vlerësoi përkushtimin e kontributin e tyre dhe komunitetit në Long Island e me gjëra. I theksoi se dega Vatra Long Island ka dëshmuar seriozitet dhe angazhim maksimal në veprimtarinë adetare dhe patriotike të Federatës Vatra, gazetës Dielli, shkollës shqipe Gjerfishta. Vlen theksohet se dega jonë është gjithmonë në rritje në numrin e anëtarësisë dhe aktiviteteve patriotike, theksoi Dr. Marku. Aktualisht që flasin dega jonë gjithë krenare për faktin se ka bashkuar shumë adetar intelektuale, përfaqësues të treva të ndryshme shqiptare, sipas kryetarit Dr. Paulin Marku, i cili theksoi se bashkëpunimi me shkollën shqipe Gjerfishta në New York dhe kontributi anëtarëve të kësaj dege kanë qenë mbështetje dhe inkurajim për veprimtarinë e shkollës shqipe. Gjatë mbledhjes anëtarët propozuan dhe dhanë ide projekte të cilat do realizohen në tremëjorin e ardhshëm. Vatra Long Island është e hapur dhe fton komunitetin shqiptar që t'i bashkohet veprimtarisë së saj adetare. Të pranishëm në mbledhje ishin Paulin Marku, Afrim Gega, Snik Bayraktari, Claudio Turkaj, Prendoja, David Turkaj, Enar Qepuria, Mareldo Marena dhe Artur Bayraktari.